Të drejtim, konsideroj që kur e ki për shembull një situatë në të cilën megjithatë ka varfëri, në të cilën kjo varfëri kuptohet si mungesë barazie, në të cilën ka shumë diskurs se si dikush, qoftë biznismen dhe ose politikan dhe ose pronar medjash, është pasuru në mënyrë të paligjshme. Të gjitha këto pastaj e portretizojnë një tablo që diçka fundamentalisht është gabim me këtë shoqëni, dhe përgjigja që vjen ndaj këtij problemi fundamental vjen fatkeqësisht kryesisht nga feja. Nga feja e manipuluar. Nga feja manipuluar. Që kryesisht manipulohet nga armiqtë e këtij vendi. Duke qenë ne me shumicë muslimane. Sepse faktet na tregojnë visar që kur në këtë vend nuk është leju universiteti, është themelu Medreseja. Në vitet 20 të shekullit kaluar, mbretëria sërbe e ka themelu shkollën Alauddin fetare në Prishtinë. Pastaj edhe Bashkësia Islame. Pastaj Kurani në gjuhën shqipe i pari është përkthyer me fondet e Beogradit, që tash njerëz thonë se është krejtësisht shumica prej tij është gabim, është keq interpretim. Dhe si ka mundësi tash neve na ndalohet tek 1972-ën lejohet universiteti, ndërkohë shkolla fetare është leju, është investu në shkollim fetar, është investu në gjithçka që lidhet me islamin në Kosovë. Pra njerëz nuk kanë pas pengesa në këtë drejtim. Dhe tash mos kemi rëna pre e qasaj dhe jemi, si me thonë, një poligon budallësh kështu, që secili manovron mënyrën e vet çdo. Unë mendoj që spari, na nuk kemi qenë dhe fatkeqësisht ende nuk po dukemi të jemi të përgatitur për me jetu në një shoqëri në të cilën, si më thonë, kjo parashikueshmëria edhe ky shpjegimi i përgjithshëm mungon. Na sot jetojmë qasi shoqëni, dhe jo vetëm na, këtë bota perëndimore jeton qasi shoqëni. Dhe tash njerëzit vazhdimisht kërkojnë përgjigje. Edhe nëse këto përgjigje nuk ju vinë nga instancat sekulare, ta quaj kështu, qoftë politike, arsimore, intelektuale, tash, atë natyrisht që këtë vakum e plotson dikush. Dhe këtë vakum të na e ka plotsu kleri fetar në masën e madhe. Dhe atë me një kredibilitet në rritje. Domethënë na duhet me kuptu për shembull, nëse e shes sot, sipas studimeve që i bëjnë organizatat kredibile, njëra prej tyre Fesi Gjerman, për shembull, studimet e rinisë, aty shihet që rinia në Kosovë, edhe gjithkohë në rajon, por veçanërisht në Kosovë, e ka një dosë në rritje të pikpamjes konservatore për mbi jetën, që është konservatorizëm i kombinuar me pikpamje religjioze për mbi jetën, islamin në këtë rast. Domethënë mënyrën që shtu e sheh shoqëninë. Dhe tash në këtë drejtim konsideroj që është jashtëzakonisht e rëndësishme me kuptu që sa herë që një popullsi e tërë është ndi e përjashtuar nga jeta publike, edhe kur nuk ka pas mundësi të organizimit të jetës publike sipas parimeve sekulare, republikane kështu me radhë, ajo i ka gjetë qerthujt e kolektivizimit kryesisht të feja, por edhe të tjera. Tash na gjatë 90-ave kemi pas një jetë të tillë. Neve na kujtohet dyve se jemi në moshë më të shtyrë, se gjatë 90-ave për shembull ka pas ma të pjekur. Ka pas një rikthim kafeja gati se shumë të madh. Vitet 90 po. Por ka pas një udhëhec fetar si Recep Boja, që këtyne elementve, që ka pas përgjithësi nuk ju ka lënë. Ka pas përgjithësi më të madhe, sepse atëherë është kuptuar që megjithatë, duke qenë të okupuar nga Serbia, na kemi nevojë për organizim kolektiv. Dhe atëherë kemi pas vizion se si do të ecim përpara si shoqëni, apo jo në kushtet e okupimit, po e patëm ndërtuar një vizion. Kur ka ardhur liria në Kosovë dhe pavarësia, ka njerëz që kanë menduar që kjo punë është kry. Edhe disi e kemi lëshu sikur me thonë kështu në lërë. E mendoj që kjo ka qenë një prej gabimeve, se si nuk kemi arrit me i pa rreziqet që mund t'i kanosen shoqënisë tonë.